pas ka përqafu. Edhe majmuni ju pas ka përqafu. Kush ka me shku të shkolla? Qa është i kje kam i ta? E kujta si kje kam? Arlo. A e Arlos? Arlo kush? Arlo soi. Kama. Kama jute. A quna tash? E Arlo? A quna? Po. Don't they go in puna? Ju, më zemër të ti ju. I'm skin to school. Don't teach in the school. Yeah, just don't go puna. No. No, that you go puna. That is stay me Arlon. That is the Arlo. Mwah. Mwah. Që e ndja. Ardo. Aj. Tu jetë. Ardo njerëz nuk kanë ushqimin në shkolla, kështu që ja fus në veti për çdo ditë. Ky është një ditë tërmusit, që ja kam tepër me ja marrë ushqimin në zet. Sa po i bëna makarona. Gjithmonë ja bëjmë qes të freskëta, sa pa i që nga darka. Ha, mami! Bravo, ty! Këtu i vej një kontenjer bosh, për arsye se ka pa mujtu mi hangër këtu, kështu që kur e hapi hill këto dhe i han, një rrinë shumë të zeta, ka provu dhe kur vjen në shtëpi, që ka momenti që si han, ato që kanë vit janë të zeta. Këtu ka ca kuki, edhe këtu ka një si muffins cupcake të vogël. Ky është piruni me 1 litër, dhe kjo është shishja ujit, dhe jemi gati. Pat mami gati dhe nisemi. Morning njerëz, ha keni fjet. Pas i pat gjithë shka tjetër, do më shenjë dhe bumë, në loja me pijama, por i kam gjetë teshat. Do nisemi shpejt e shpejt sepse jemi në limit të kohës dhe do ju them se që do bëjmë sot. You say I like photo. Okay, lala. Që e marrë në shkollë, dhe pas taj të shojmë që do bëjmë. Ja, Ku je të shku? Kush e të qu? shkolla. E kush e të qu të shkolla? Arlo. Who is sending you to the school? Daddy. Daddy? Oh, lala. Lanë Arlon të shkolla, u bana pak make-up në makinë, edhe 1 minut të më rrinë të një restorant me hunger breakfast. Turkish kekaret. Kemi arë me pamje nga shtëpia. Nejt me jarë sepse ka dalë qik djel. Njëra nga pjatat është kjo këtu. është po bjene edhe tjetra. Kjo është pjata e dytë. Ka me në ardhët e dytë të tjera të vogla. Ja të gjitha pjatat së bashku. Nuk e di, po mezi po pres me i provu. Do bëj një video të shkurt në TikTok, duke ju dhënë vlerësime në këtyre që do ha. Sa po përfundum, vizërën e të morë frymë. A shumë kena hunger. Kjo është fatura, 65 ponde 67 pikë. Ja sharing për 2 vjet ishte 35 e gjys. Aja pitja, sepse aja pitja gjatë vite në veti 13.50, këtu nuk e prita t'ishte ka që shtrajt në të ndrejtë. Cappuccinoja jeti 3.80, 2 uj, një vogël një mall, njani 2.90, jetri 4, 5.97, do më thënë 6 për në servis. Kjo është fatura. Ndoshta e vetmja gjë që më duk pak tepër, pjesa e pitës, te çmimi, ama të tjerët ishin super. Edhe cappuccino ku me nën soba një cappuccino. 3.80 cappuccino.
Por, një është bojnë. 20 ban një e vogël. Nëse 2.90 ju i vogël, okej, në shishe gjami, po. Ne, nice. U knaq me shiju me të paktën nuk jargju me ta lëkat, se na ka ndodhur me shku nda restorante ose të breakfast idiote edhe thjesht kena harxhu lëkat ose si kena shiju. Kështu që e thash aty në TikTok që bana reviews të ushqimeve, një 8 nga 10, jo sepse ishin të gatuar keq, shumica ishin të bame me vet, për shembull kosja, reçeli, ishin tana të bame me vet. Por për shembull sallata ruse, lakrat nuk më pëlqynen. Ja se kam probleme në ata, po thjesht më pëlqejnë mu. Suxhuku jo, është suxhuku tipik turk, por që ka një aromë, një shije që nuk e di, nuk më pëlqen, kështu që një 8 nga 10. A do e rikthehem? Po, pse jo, mund të rikthehem. Tash jena nisë për më shku tek Mercedes-Benz, sepse ka momenti me ndru makinës voj filtra, quhen kështu? Po, si shërbim. Shërbim. Edhe një 2 sensor gomet, që a janë prish apo ka një problem, nuk e di, por na duhet t'i ndrojmë, që po shkojmë i marrim pjesë atje. E pastaj do gjejmë një servis ku t'i vendosim. Hajde. Apo herë me njerëz, jeti se do blejnë makinë për mua. Apo jo thash për çka kena ardhur. Hajde, hajde. Presim nga vinë pjesët. Sa po kemi dalë njerëz, kemi marrë këta. Morme vetëm sensort, sepse voje filtra këta kishin shumë çmim më të lartë se sa i kena gjetë online tek faqja e Mercedesit. Edhe ai tha nuk di çfarë më u thon, sa po përsitni online, kështu që thamë po i përsitim online. Ndërsa sensort ishin më lirë se sa kena pa tek faqja e Benzit. So ja, morme vetëm sensort. Tash kena shumë punë për me banë, por s'di se cilin do bëjmë, që se cilin do që do ju bëjmë, do ju updatoj prapë. Kena orë në Tesco njëri, sepse do blejmë ushqimet për 1 ose 2 javë dhe do kemi 2-3 ndalesa. Ndalesën e parë thamë ta bëjë në Costco. Ka shumë deal, nuk e di jetë, po. Por është plot gjithmonë. Po gjem një parking të hajrit. Të hajrit as pa hajrit, po gjem një që. Kjo është Costco. Për gjithë ata që ndoshta se kanë pa dhe se dinë. Atmosferë festash. Para se me i Halloween-i, po se ndjerë për Krishtlindje. Sa bukur, që më pëlqen kjo atmosfera, alluroj. Që është ajo, çokoladë? Wow. Del për jo. Të lezetshme. Kena gjysë orë që s'jume, e kena bosh. Si në që hargjëm, në veç vim më po. Po. Nash në me. Ndikur ka pëshim në përdur gjithë qatë, tash këna fillu me mojt vete një fije. Se që na u lios që në përdur. Këto janë shpenzimet njerë që bëme në Costco. Besoj që janë me të mëllajat. Update. Sa po kemi orë nga Costco, ja?
Nuk shku me askërkon tjetër, si ishim shumë të lodhur. Ora është 2:03. E pak more Marlon. Që jeti po pushon pak. Unë po editoj në video. Dhe do shkojmë të regjistrojmë Marlon në një kurs shkollë për taekwondo. Dhe do ju marrëm edhe aty. Sa po kemi marrë Arlon, ashtu hangër makaronat që i kanë vetë. Edhe tash po shkojmë për me regjistru në taekwondo. Ta shohim a do t'i pëlqej, si do jetë dita e parë dhe çdo informacion tjetër do ju jap nëse ka të interesuar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and stop, attention again. Square, release, go, punch, 1, 2, 3. Apo do të më paguajtësh? Nuk besoj se kam nevojë më me cek që unë jam një person që nuk i mbylli videot në të njëjtën ditë, nga që do më vlerë sa më shumë informacione për ato që unë shprehi në video. Kështu që sot kam 2 informacione për ju. Për kursin e Arlës në taekwondo, po ashtu edhe për vizitën që bëm për bebi në private scan, do të thonë në klinikë private. Atëherë, për sa i përket Arlës, e kam qu 2 ditë të hënën dhe të mërkurën, pa regjistru, thash po e qej vetëm si një hyrje, do më thonë single course, dhe Arlo tha me pëlqen shumë, e du, është bukur, është mirë, du më shku prap, kështu që okej, vendosa që ta paguaj. Aty ishte ndaq një herë një javë, ndaq 2 herë, ndaq 3 herë. Një herë ishte 35, 2 herë 70, edhe 3 herë 105, sepse 35 ishte muji. Tash pa e baj 2 herë, sepse një herë më duk pak, 3 herë më duk shumë. Tash pa e baj 2 herë dhe ta shohim nëse realisht i pëlqen shumë, pse 3-4 sot jetë mundësia. Kishe për të pagu edhe atë kostumin, do me thonë uniformen, që po e lënë e fotot Arlos këto, sepse më duket nuk e keni pa më uniform, dhe ishte diku te 31-2 diçka ashtu. Plus ishte edhe një insurance polici për një vit që ishte 49 pënd. Do me thonë gjithsej kam pagu 145 pënd. Okej, fajn. Iko kjo, bëna setup për më marrë pagesa për çdo muj dhe ualala, vjen e hana. Arlo fillon e qanë, nuk du me nejt, du me shku te mami, se na prit me jashtë. Okej, thame nështë ta ba me gabim, se ik me e nejt me jashtë, nështë ashtë dish me prit aty mrena, që nuk ka siguri. Okej, erdhi e mërkura, dhe unë nejt atë dera, Arlo vite shpesh, dhe më thonë midis mësime t'i thotë mësusit që I wanna go to hug my mom, du me shkojnë për qafu mamin tem, vitën për qafu të rriti minut, 2 minuta, 1-2-3 herë kështu. Të herën e tretë, nuk do të mik më, kishte edhe 25 minuta mësim, sepse mësimi zote 45 minuta. Unë e jeti jena mundu me çdo mënyrë, me kërcënime të ëmbla, të forta, çdo lloj gjajet, po blej lojna, nëse shkon nuk do bëjmë këta, kështu të tilla, por asgjë nuk e binte. Sa I tha mësusit, okej, ndoshta është dhastu nga ne, merre mbaje pak mrena, edhe ndoshta do ambientohet dhe do shkoj nga që edhe të shkolla më bani këtë gjë 2-3 ditë e parë, por jo. Arlo thjesht qëndroi ulur tek dera dhe po priste kush po vjen me e marr. E pa me që nuk po ban, edhe morëm në shtëpi. Tani javës tjetër kam vendos ta provoj edhe një herë, 1-2 ditë, pasi kam fol shumë të shtëpia me ta, ja kam shpjegu, dhe nëse edhe javës tjetër, 2 ditë të javës tjetër do fillojnë të mos ta ke qef, nuk do të detyroj, sepse nuk ka punë me detyrim, kështu që ato lekikën kot. Na provume, e kena provu me futboll, e kena provu me not, e kena provu me taekwondo, 3 kurse, nuk I ka qef
asnjërin. Dua të theksoj që në shkollë është ekselent, nuk e di, ashtu më habit çdo ditë më shumë si mundet me mësu tani ata gjana 4 vjeç, ama për kurse për momentin nuk po ja ka ana hiç. Nëse iku kjo, nuk kena që me bërë, vetëm të kenë qnetin sepse kollaj ke punë. Për sa i përket skanerit, nuk është se kisha në skaner rutinë ose kisha në problem, por nga që kur kam pas bërë vizitat me hematologët edhe me doktor që kam pas taku, më kanë pas sugjeruar që të paktën një herë në muaj ose një herë në 4 javë të bëj një eko për siguri, të shohim placentën, qarkullimin e gjakut, pozicionin e bebit, peshën, zhvillimin edhe këto, dhe një herë në një muaj e gjys të shohim edhe se si është gjaku, qelizat e bardha e këto. Unë sot është data 10 tetor, kam takim me një hematolog edhe me doktorin dhe më duket që do shohim analizat që kam bërë para një javët, do ta shohim nëse sidomos rruzat e bardha të gjakut, se kur ke këtë problemin atë mund të shkojnë lart ose poshtë, varet, lart më duket. Dhe ta shohim nëse çdo gjë tjetër edhe nga gjaku që kam marrë më përpara ka qenë mirë. Prandaj e kam mbrojtur këtë video pa mbyll që t'ju tregoj edhe për këtë, edhe për atë që do bëj sot. Ora është 10:20, një 11 e kam, domethënë sot mbylli këtë video do iku dhe sapo të mbaroj, nuk do s'asma, sapo të mbaroj të hyj në makinë, të vi në shtëpi, do e bëjmë që nga makina update-in e atij takimi. Për sa i përket skanerit 24 jashit, shkova në privat sepse në spital se bëshë në mënyrë absolute. So, ok, thash po shkoj në privat. Bebi ishte super mirë, çdo gjë ishte mirë, pacienta ishte lart, qarkullimi i gjakut ishte mirë, bebi ishte rrit, e kështu me radhë. Unë ju kam lënë, domethënë, ca video aty që i keni pa. Kjo janë edhe fotot. Dhe më dhanin edhe një paket dhurat që kishte këto produktet. Kishte një libër. Kjo, Motherhood. Kishte edhe 25% ofertë nëse blejnë këtë Aqua Wipes. Kishte një Pampers. Kjo firma këtu që unë kam pas bëlu rastësisht me Arlon, e kam pas ble në Tesco, dhe me të thënë drejtë se mund pëlqen më shumë se firma e Pampers dhe çdo lloj firme tjetër. Kjo edhe best është e madhe, ka këtë pjesën me elastik, më duket materiali plot, si di. Vetëm një tillë është brenda, sa për e di normalisht. Edhe nga ajo që ofron ofertën, kemi edhe një paku të vogla, që nuk i kam hap sepse nuk më duken. Dhe me bukra është biberoni i parë bebit, është nga firma Mam, që më pëlqen shumë. Një herë kam pas përdorur Arlos me çumë shqirit dhe ka pas pëlqy, ama çuçot ja kam përdorur gjithmonë nga kjo markë sepse asnjë market nuk e kishte qef. Edhe kanë brenda këtij biberonit është edhe një çuço që normalisht janë të dyja për newborn apo të lindit. Më pëlqen shumë ngjyra edhe si përdorat shumë bukur. Nëse tani do veshi çorap sepse jam gati, do nisna dhe sapo të mbaroj takimin siç e thash, do ju updatoj dhe pastaj do mbylli këtë video sepse më duket se është gjatë shumë. Nëse gjithsesi shihemi. Sapo kam marrë te spitali, edhe e dini çfarë? Ale që nuk gjeta parking të leveli i parë, as te i dyti, as te i treti, po gjeta te i katërti, dhe dini çfarë? Nuk punon ascensori. Okej, po i zbres 4 kate, se mi zbrit nuk është zërë. Kur do t'i ngjes? Ta në risk jam. Risk madhe. Bebi pam që desha me ho tregu atje, po jo tregoj këtu. Edhe libri. Nejse. Shnetja. Ta ban pak mirë gjimnastika, ja, të foli erë të liveli një. Edhe kërë në shtuar, zerve jam kamet. Sa po kam borrit në shtëpi, halos jam mushfrym nga ullja e shkollëve, nga zbritja e shkollëve. Por nejse. Tem tjetër kem u dhimt një zonjë që ishte bajagin mosh, kishte edhe nanën mosh, që ishte krejta ba një urë me ull karrocën për invalid edhe kur e pash thash nuk punon lifti, I'm sorry, shkrejta, gëllimt.
poshta, po s'kishte as i vend shkome, i thash parkoje ku dush, po qa. Sot më kalon me prit 40 minuta. Nga ora 11 që e pata, 11:40 kam himren, part njëse, prap muhabet tjetër kë. Atëherë, gjëja por që bëni, merr atë paisin si Doppler që e kam me dhënë me një gjurrajet e zemrës babit, parashisoni që të një gjuhë të lëviz, dhe kam vuri edhe herën e fundit kur isha në spital, edhe këtë herë që nuk e ka qef heqa gelatinën e ftoftë dhe presionin që ju shtron ajo paisja, dhe sa e ka vendos direkt fillon e i jep shkilma, nuk e don hiç. S'po rreni ki telefon drejt. Nuk e di a është drejt për njët. Dhe po më testin në urinë, si zakonisht, doli mirë, plotën atë librin e gjonat, e kam pas bë para një javë, si që thash analizat e gjakut, edhe i thash që du me mi po. Kishin dalë eksaktësisht njëjtat numrat, njëjtat përgjigje, i thash, ajo, ti ta që kam po para javë, apo të gushtit? Jo, thajta të tetorit. Ata qelizat e gjakut ishin 11.29, është nga 4 deri në 10 mesatarja, por një kisha 11.29. Ishtu i kam pas edhe rrallën tjetër, gati identik, 11.diqa. Edhe tha, ashtë okej, tha jo se e ke këtë problem, tha ti, tha po kush do tha që ashtë atë zonë, tha kanë tendencën që qelizat e gjakut më ngri krejt pak nel, po jo shumë, një numër që keti, është mos e okej, ai faktori që ban të mundur në piksen e gjakut kishte dalë negativ, dhe më thonë që gjilponat janë të e bë punën, aja tha dhe me që mund tjetë okej nga që jetu ba gjilponat, ose mund tjetë okej nga që se ke heq, po thash me viti bla bla bla, fillu një prap. Dhe po it's okej, tha Aldin, ke një të marrë medikamente të duhura, të mira, edhe isha të e pyt përgjithqa, dhe kur e bëv që isha të e pyt përgjithqa, mos u frikso, tha se tash ka ik, tha faza e frikës. Jo i thosh, në s'ka si me ik, i thosh se jam akoma shumë heret, mund ta upesh nga momenti në moment. Jo, tha nuk të me pas frikë, tha se edhe për të zote, nëse baby vjen, tha njetë para kohët, edhe tash për shemë, nuk e humbet, sepse jeton. Edhe nëse vjen në këtë javë që jam, baby mund t'jetoj, i thoshun, 700 pak gram që mund t'jetë, s'di si jeton, por të rimolli zot, ju i tash i herë, unë s'du që vinë dherë sa të bëjnë ditë, për të paktin ju i tash i herë, sa tepër shumë i vogël, tepër shumë e vogël, dhe nuk kam pas as edhe shqetësimi që me thonë premje, ose dhimbje në bark, diqa shumë shqetësuese, se tonë puna është mos me pas atë ndjesin për me shty, që shqyqër zotit nuk e kam pas. Tani ndo një dhimbje ke, normalisht, dhe mos kur e lo pak vetën, por asi gjë jashtë asaj normale, më duket çdo gjë identik si me Arlon, çdo dhimbje identik si me Arlon, ajo që ma kthyta 2 ditë, përzimja mëngjes, vjen shumë me vjell, por nuk djerri vetëm si pështym, asi gjë tjetër, ka një 2 ditë i kja punë që ma kthy, edhe kur momentin që më vjen me vjell, më kap një kollit merrshëm, kja huna e tu me që gjak, doktoresha me tha që shumë okej, vendos tha vazelin, tha, sepse është koha ftoft, tha, dhe trupi tha, si që ka lkura, tha, tendencën për mu, tha, ka edhe pjesa hundve, kështu që vendos tha vazelin, piju i shumë, qetëso, mos e streso, mladi takim tjetër mas 6 javësh, 6-7 javësh, i thash për pjesën e diabetit, thash du me bëj test diabetit, për pse tha, se du me bëj, thash, për paqet, me ndrysht, me edit. Pa tha në javë një 28, tha mund është me tha mamis, okej, thash, s'ke pas tha me shtetzanin e parë për Marlon, jo i thash që nuk kam pas, po ta kote funit jam të një gjuhë shumë që ato ju darë këtë diabetit, se thash, pse jo, mos ta bëj edhe unë. Pa problem tha thuj mamis, tha, se ta rekomandon ajo, tani kam takimin e radhës me mamin, pastaj kam skanerin e javës 28, dhe inshallah zot shkon mirë deri në fund, sepse kam thonë që kur tikun java
6 muaj, domethënë muaji i 4, ka me mik frika, po për çdo javë që po kalon, po më rritën duket frika. Pavarësisht se mundohem të jem shumë e qetë, ta maj veten relax, të them që Kristin është shumë okay, baby lëviz, është aktiv, nuk e dhimbje, nuk e premi, nuk e shqetësime, nuk kam pas asnjë lloj sekrecioni, as gjak, as absolutisht as gjë, as temperaturë, as grip. So, çdo shë është pozitive, që na duhet me menu pozitivisht, por frikën du ta moj, sepse kjo frikë na bën që kena më të përgjegjshëm ndaj çdo shëje, të bëjmë më shumë kontrolle, të kena më shumë njohuri e kështu me radhë. Unë kam fillu përgatitjet për bebit, deri tani kemi krevatin, kemi shtratin, kemi shumë tesha, shumë lodra, dhe kemi prap punë më përpara. Janë edhe 15 javë, sepse sot jam 25 javë fix. Janë edhe 15 javë, të paktën 15 javë, so Marlo kam shty, po zë shoha nuk shty me këtë, nuk du të shty me këtë, sepse Marlo ka linë shumë i madhe dhe është një shok për trupin. Nuk e di se si do vinë funi, a do dhe baj natyrale, apo me operim, kam shumë qef natyrale, po kam shumë frika ona tjetër, nga që mos nushtë një hemorragji gjaku prej problemit që kam. Por gjithsesi, duke fol me doktorat, duke bë pyetjet e duhura, duke marrë njohuri të duja, duke i besuar dhe instiktit tan për më tepër, mund t'ja dalim. Nuk është e parritshme, e kam bë një bebe të shëndetshme, kam lind një vet kur e humba, e linda vet, kam bë 2 operime për pastrim 2 ndërhyrje, domethënë, so mund t'ja dalim gjithsesi. Nëse kjo ishte videoja me për ju. Në do shimin e videos e tjera, do mundohem t'ju marr. Besoj se deri tani e kam marrë premtimin, por sa do ta mbaj sërish, nuk e di, por po mundohem që t'ju marr, edhe mos të bëj video thjesht kot, po që të kem paktën çat ju them diçka që edhe ju të keni çat dëgjoni dhe çat mësoni. Po, ja. Ju dua shumë, mos harroni me bë subscribe, edhe me ndjek në rrjetet e mia sociale Instagram dhe TikTok, dhe bashkë shihemi në videot e tjera.